Lagjën butel të Shkupit tek barakat sociale me qëndrim të përkohshëm janë familja Ademovska. E ama me të birin me qëndrimin aktual nuk e kanë të sigurt. Ata për momentin po qëndrojnë në këto barakat të ftofta dhe nuk kanë kushte elementare për jetë. Nuk kanë të siguruar as kafshatën e bukës. Ata barkun e mbushin vetëm me ndihma që ofrojnë të afërmit dhe shoqatat humanitare. Në rrëfimin e saj prekës, nëna me lot shprehet. Me të 4 muna kanë tholiro një dili ku këna me shumë. Zoj, ju jeni me një dhomë këtu po jeton? Po një sobë e kam, veç një sobën e kam. Has kuzhinë, as ku pati, ku një kushte s'ka iqë. S'ka, do të thotë nuk i përmbush kushtet elementare për jetë? Po, socialën e ma 120.000 lada, shumë parë janë. Dhe jeni vetëm me djalin? Veç me gjallin jam vetëm. As banjës keni, as kuzhinë? Jo, ku një kushte, i sikur e shë barak. Vetëm do të Si ti rushi në licë. Ju kanë thënë që do e shkatrojnë këtë barak pas në muajin e 4. 4 muaj prishin. Ja, s'kina ku në me shku. Djali për çdo ditë më tepër shkon duke u rritur. Do të vi koha që një ditë do të martohet, por nuk kanë askull mbi kokë e asgjë. Sa i përket ushqimit, nëna do kishte falendëruar disa shoqata humanitare të cilat ko pas kohe u kanë sjellë ushqim dhe nuk i kanë lënë anash. Po mos të ishin ata, djali do më vdiste nga uria, thot nëna. Siç edhe përmendëm më lart, shpirtin po e mbajmë të gjallë me ata 1300 denar nga ndihma sociale, shton nëna. Frika më e madhe e nënës është që të mos i sëmurët djali, sepse siç rrëfen ajo, nuk do të mund të ja dilte sepse nuk kanë as kartona të kaltër. Nga ana tjetër, nëna thot se vuan nga sëmundja e diabetit dhe është e detyruar të marrë barna për çdo muaj. Tregimi interesant i fëmijës, i cili pse nuk ka kushte, mundohet të jetë i lumtur dhe tregon shokët dhe shoqet me të cilën luan kur është koha e mirë. Si e ke emrin? Alka. Sa vjeçar jeni? Sa vjeti? 53. 53. Jeni regjistruar në shkollë? A doni me shku në shkollë? Nuk je regjistruar, po? A ki shok ti? Nuk ki kërkan me në me lu? Po, nuk kam të shok. A lujni bashkë? Ku lujni? Këta, Qo, ha? jashtë. A është të qëta i dimni? 5 vjeçar kishte fobi dhe turpëroi para kamerës. Gazetarëve tanë u tregoi dëshirën që ka nga tani. Dëshira e tij ishte që të jetë në shërbim të popullit të vet në çfarëdo aspekti qoftë nevoja. Djali do boje edhe shofer autobusesh vetëm që populli të jetë i kënaqur. Për të gjithë ata që dëshiron të ndihmojnë nënën Azemine dhe Alkamin e vogël, do të mund t'i gjejnë tek barakat sociale në Butel të Shkupit, baraka 13, numër 52, familja e Arziana Ademovska.